qendra alternative përveç konsulatave? Absolutisht, jo vetëm që nuk është në rregull, kjo nuk është as legjitime. Nuk është as legjitime dhe shumë e qartë të shprehur në ligj. Narracioni që thoi legjitime është për mendimin me abo avokatin, po për një si kemi dhënë hapësirë. Po duhet me pritë edhe s'pëlqen. Po, urna. Narracioni që është kriju kohën e fundit nga vetë vendosja, nuk ka qenë rasti, ka qenë i qëllimshëm, për me mri në pikën edhe në diskutimin edhe në debatin që jemi sot, edhe në kritikën edhe në akuzën që është bo partive të tjera. Është e çuditshme sepse LDK-ja në zgjedhjet e fundit ka marrë mas shumë të vota në zgjedhje lokale prej diasporës, po për me mri që të diskutem tek masa, është dosht me bo komplet që të loj vetëvendosja për mes antarëve të tyre në KQZ, në mënyrë që me mrite pika ku jemi sot që vetëvendosja është interesume që diaspora me u përfshi sa ma shumë në votime, ndërsa opozita jo. Po mirë, KQZ-ja kishte votuar. KQZ-ja kishte votuar, pra. Pikërisht, po kush i dha zomas shumë të kësaj çështje? A kanë qenë LDK-ja aty? Vetëvendosja. Për ta kundërshtu? Po. Kanë qenë. Mirë, po debati që u kriju pas kësaj, ka qenë për shkak se LDK-ja ka qenë pikë synim i vetëvendosjes që me u godit në këtë aspekt. Për shkak se LDK-ja ka mri me marrë mas shumë të vota në zgjedhjet lokale. Themi LDK-ja aq naive sa që bie në këto kurthat që ngrit vetëvendosja? Konsideroj që po. Për shkak të narrativës që e krijon vetëvendosja, jo pse është naive, po për shkak të narrativës që e krijon vetëvendosja, mrin që LDK-n me e sulmu në këtë formë. Pse unë e konsideroj që nuk është ligjor vendimi për hapjen e qendrave të votimeve tjera në diasporë, është e bazuar plotësisht në ligjin për zgjedhjet neni 96.3. 3.1. Votimi jashtë Kosovës organizohet nga KCZ-ja dhe votuesit mund votojnë të përcaktuar individualisht për mënyrën e votimit në momentin e regjistrimit përmes platformës së KQZ-s, fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës apo hapësirat e tyre, të cilat qëndrohen në qendrat votimit sipas kritereve të përcaktuara nga KQZ-ja për adaptim në qendrat të votimit. Dhe kur po ngrehet paralele se në zgjedhjet e fundit në Prizren është votuar në 2 qendrat të votimit që nuk kanë qenë shkolla, nuk është e njëjta gjë, sepse në vend votimet mrena Kosovës mundën me u themelu objekte të tjera që janë qendrat e votimit, edhe nëse janë objekte të personave fizik, përjashtimisht ato mujnë mos me konë lokale, duhet me u siguruar. Mirë, po jashtë vendit për diasporën është e specifikume qartë që është ndalu, do me thonë, përderisa ty të specifikohen 2 metoda për votim, gjithçka tjetër është ndaluar me ligj. Unë e shoh ndryshe, e para prej prizmit kushtetues, e dyta prej vetë ligjit. Në 83 paragrafi i fundit atje i përmend thot përfaqësitë diplomatike apo hapësirat alternative të menaxhuara. Hapësira nuk thuhet alternativa, veç alternative nuk ekzistojnë. Të menaxhuara, okay. Hapësirat e tyre, të menaxhuara. Hapësira e ambasadës. Të lutem. As e menaxhuar. 83 paragrafi i fundit. Nuk e kam telefonin që me nxjerr me citu komplet. Mirë po është, thot hapësira të menaxhuara. Da i mësu veç me kam diçka të në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës apo hapësirat të tyre, të cilat qëndrohen në qendrat votimit. 83.4, jo ato. 83 paragrafi të 83.4. Veç pak. Kundërthënie mes kushtetutës dhe ligjit? Jo, nuk ka. Apo bazohesh tek garantimi të drejtës së secilit për të votuar dhe... Besnik, nuk e deri, të lutem, është një çështje shumë e thjeshtë, të rregullohen me aktin ligjor nga KQZ-ja. Po çaj kemi aktin ligjor. Të lutem veç pak. Në përfaqësi diplomatike të Republikës, veç edhe një fjali, të lutem se mundesh me përdorë edhe për kundër argument. Akti i brendshëm rregullat zgjedhore numër 5/2024, e cila rregullon këto qendrat e vendvotimit dhe vendodhja. Qendra e votimit në përfaqësi diplomatike të Republikës Kosovës për votim jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare. Do të thonë se kjo nuk është. Në rastet kur nuk mund të aplikohet ky nen, KQZ me vendim cakton vendodhjen e qendrave në pronësi të personave fizik ose juridik, kjo është për hapësirat mbrana Kosovës. Mirë po, për
përveç kësaj në përfaqësi diplomatike nuk thuhet asgjë. Nëse thuhet që rregullohet me akt të brendshëm. Nëse jetoj lyp ligjin për zgjedhje. Dhe përmendet mundësia alternativës? Jo, është shumë e qartë, shiko. Tash Artasi. Në tërsinë e vetë ligji është nëse merremi vetëm me fjalë, me shkoqitje, nuk mundet, ky nuk quhet interpretim. Interpretimi ka disa prej metodave të interpretimit që zbatohen, do thot, sistematik, kuptimor, historik në kuptimin cili ka qenë historiku që ka orderit e ky ligj. Për te kësaj, ekziston detyrimi i shtetit, që qytetarëve të cilët gjenden në situatën në njëjtë, ti trajtojnë në mënyrë të barabartë. Ky është parim i përgjithshëm jo vetëm në raport me zgjedhjet. Për te kësaj, ekziston parimi i interpretimit të lirive dhe drejtave themelore, indubio pro libertate, në rast të dyshimit për lirin që në kupton, në rast se një çështje nuk është specifikisht e rregulluar, e ndaluar, shkohet në dobi të qytetarit dhe vendimi i KQZ-s është në dobi të mundësimit të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës me vendbanim dhe vendqendrim jashtë Republikës Kosovës që në mënyrë të barabartë të vendosin a dëshirojnë të votojnë në vendvotime, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përfaqësia diplomatike apo hapësia